Radio shkon mediumi parë që ka fillu me u shpërnda propaganda me të shpejt në atë kohë që kanë qujt rreth shekullit, në shekullin 20, rreth viteve 1920. U kon qasja ma e lehtë, u kon ma i bëndshëm për me i besu një informacioni që e dëgjon me zë, edhe u kon transmetimi i informacionit ma i shpejt se me gazetat. Nuk është dashur me prit ditën e nesërme për me pa në faqen e parë të gazetës cilat janë lajmet ose informacionet kryesore zhvillimit vendit, po e ke marrë informacionin po thuaj se në kohë reale, edhe ka marrë bujën më të madhe mes viteve 1920-1940, që është kon mediumi parë masiv i informimit në kohë reale. Në atë kohë familjarët ju mbledh zakonisht rreth aparatit radio, se i kanë dëgjuar zhvillimet e ditës çka do të qenë kon. Masnej u kon një ide e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Franklin Roosevelt, që ka përdorur radion me ju drejtu në kohë reale masës. BBC-a në Evropë u kon si bërim kryesor i informacionit gjatë luftës së dytë botërore. U kon ma shpejt se gazetat, ma aksesueshme, ma e besueshme, edhe u kon bind se për qytetarët me marrë informacionin prej radios.